أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريمة الأذريمة إتاقوين بتم الله عز وجل صلوات وسلامات يدرقوا محمد عليه الصلاة والسلام وشذا مشير الله عز وجل شوم بيتا فاميل نتي شوق تتي سينشار بسنك dhe mbi të gjitha ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, jemi në ligjëratën e dytë me radhë tek komentimi tematik i një sureje të këndshme të librit të Allahut Azza wa Jall, sure e cila emërtohet me dy emërtime të njohura të njerëzit apo muslimanët në përgjithësi. Ato emërtime është njëri prej tyre e ka emrin Suratul Nahl, që në gjuhën shqipe do thotë sureja e Bletës, ndërsa emërtimi i dytë është Suratun Ni'am, surja e begative dhe mirësive të Allahut Azza wa Jall. Edhe kemi thonë që prej shkaqeve që është emërtuar kjo sure Suratun Ni'am është se Allahu Azza wa Jall në këtë sure përmend begatit kryesore që Allahu a ka dhënë njerëzimin, përmend prej ardhjen e këtyre begative dhe ajo është nga Allahu Azza wa Jall, përmend që begatit janë të panumërta dhe se po të tentojë njeriu me i numëru këto begati, nuk ka mundësi në asnjë formë dhe mënyrë të arrijë të i numëroj ato. Në farforme, në ligjëratën e kaluar kemi folur rreth një pasqyre të përgjithshme të surës An-Nahl, që i bën hyrje në komentimin e kësaj sure. Realisht edhe kjo ligjërat do të jetë natyrës së tillë, një pasqyrë e përgjithshme vazhdimsi e ligjëratës së kaluara të surës Nahl. Pastaj tematika e dytë në këtë ligjërat është përse e kemi zgjedh surën Nahl me e komentuar në mënyrë tematike, arsye që më kanë shtymë me zgjedh këtë sure para sureve të tjera. E nëse kemi kohë, pastaj fillojmë me fol për begatin kryesore që Allahu e ka cek në këtë sure, apo fillimi e saj, ajo është begatia e shpalljes, begatia e vahjit, begatia e udhëzimit dhe nevoja e domosdoshme e njerëzve dhe gjinëve për shpallje nga Allahu Azza wa Jall, nevoja e domosdoshme e njerëzve dhe gjinëve për udhëzimin dhe hidajetin e Zotit Xhellahu Ala. Kemi thonë që kjo sure pak a shumë do të jetë komentim më ndryshe se suret e kaluara për shkak kohës që kemi para Ramazanit, dhe kemi thonë që nuk do ta lexojmë surën në gjuhën arabe, as nuk do ta përthejmë në gjuhën shqipe, e as nuk do t'i komentojmë ajetet, por do të marrëmi 7 ajete, për shembull të para, të cilat flasin për begatinë e udhëzimit, pastaj ajete të tjera për filan begatin edhe kështu me radhë. Mesela e radhës është fjala apo shprehja e ni'am, që njësi i saj është ni'me, në gjuhën shqipe të thotë mirësi, dhunti, begati. Allahu Azza wa Jall fjalën ni'me, ni'am, kuptimet e saja edhe kuptimet e kësaj shprehje në forma të ndryshme, Allahu në Kur'an e ka përmend këtë begati apo fjalën si begati rreth 144 herë, me tregu për vlerën e begative që Allahu ja jep njerëzve, dhe me tregu që këto begati janë nga Zoti Xhellahu Ala dhe janë të panumërta. Për arsye, Allahu kur e përmend një çështje shpesh në Kur'an, kemi thonë që e tërheq vërejtjen e njerëzve që me pas kujdes ndaj saj, ja jep vlerën e saj për shkak se ka përmend shpesh në Kur'an, edhe e dyta edhe e treta i bën njerëzit kurreshtar me ditë se pse Zoti ka shpesh e përmend këtë punë. Kjo nuk ka një gjë e thjesht, një gjë që bën pa to apo do thotë mundet njeriu, do thotë edhe mos me jetu me to edhe kështu me radhë. Gjithashtu prej çështjeve është se e tërë sura në përgjithësi, kemi thonë sureja Nahl është me kase me përjashtim të 3 ajeteve të fundit që Allahu Azza wa Jall i ka zbrit në Medinë. Allahu subhanahu wa taala e ka fut surën Nahl me surës Hijr edhe me surës Isra. Pra surja Nahl vjen me njëherë pas përfundimit të surës Hijr. Pse ka ardhur pas përfundimit të surës Hijr? Imam Suyutiu në librin e tij Tefsirin e Kuranit tregon disa nga arsyet. Njëra prej tyre thotë Allahu Azza wa Jall ka dashur me këtë fillim, do thotë me radhitin e surës Nahl pas surës El Hijr, ka dashur me i tregu njerëzve që Zoti Xhellahu Ala
e ka quajtur vdekjen si lloj kiametit vogël. Për shembull, Allahu në fundin e surës Hijr e tha pejgamberit selam, për shkak fjalëve që po i thojnë idhujtarët për ty. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin. Mirë po ti me të kalu këtë krizë, këtë gjendje jo të lehtë, madhroje Zotin ton, bën tasbih, edhe çka adhuroj Allahun azza wa jall, deri kur wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, deri sa të vijë vdekja. Pasi e ka përfunduar surën Hijr në këtë formë, ka ardhur surja An-Nahl, që e ka fillimin ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ka ardhur emri i Allahut, urdhri i Allahut, caktimi i Allahut azza wa jall, o fjala për ditën e gjykimit, fala tasta'jilu. Andaj çka po nguteni, se koha me dal me dhon llogari për Allahut ka marrë, është e pashmangshme. Për shkak i jepni zor. Pse po nguteni? Ajo ka marrë. Allahu ka dashur me tregu që vdekja do thotë është një lloj kiameti i vogël për insanin. Dhe pas përfundimit të surës Nahl, Allahu më njëherë ka filluar surën Isra, cila është urtësia, sepse Allahu ka radhit surën Isra pas surës Nahl. Kan thonë dietarët, urtësia e radhitjes nuk është e rastësishme. Për shkak se Allahu azza wa jall i ka gazuar pejgamberit alayhi salatu wasalam se çysh me të i kalu krizët, sidomos krizët raport me njerëzit. Se na jena për njëri tjetrin sprov. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Ne ju kemi bërë sprov për njëri tjetrin, thot Allahu azza wa jall. Andaj të kalon që sprov me çka o Zot? Me sabër, atasbirun, me sabër kaloj sprov. Mbon sabër, ta thani fjalë, një sjellje të pahishme, një shikim jo të keqëm, kaloje me sabër dhe mos e zmadho punën. Allahu azza wa jalla ka përfunduar surën Nahl duke i thonë pejgamberit sallam, wasbir wama sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun. Bon sabër, ama bon sabër për Allah. Mos bon sabër se s'po ki rrugë dalje çka më bëu çetër çka. Mos bon sabër se s'ka ndryshe që më sjell. Po le të jesh sabër edhe për Allahun azza wa jalla, edhe wala taku fi dayqin mimma yamkurun. Mos e çoj kokën shumë për kurthë që ti bojnë pa besimtarë. Pse? Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Sa Allahu e përfundon surën Nahl, ajeti i fundit, Allahu është me ata që i tutën Zotit për nime, janë devotshëm edhe janë bamirës për Allahun azza wa jall, për Zotit. Menjëherë pas përfundimit të surës Nahl, Allahu ka filluar surën Isra me vërtetua ato çka ka përmbyll surën Nahl. Çka tha? Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul alim. Allahu azza wa jall i patmeta o Zoti xhelalu ala, alladhi asra bi'abdi. Ai Allah i cili ja mundsoi robit vet me bë Isran natën nga Mesjidi i Harami deri te Mesjidi i Aqsaja. Allahu ka dashur mi tregu pejgamberit sallam që fundi, suksesi, fitimi është me ata që janë devotshëm raport me Zotin. Kur vjen ai fitim? Kur vjen ai fund? Kur vjen kajmaku i asaj që ti e të e prit, ato e din Zoti. Ama Allahu azza wa jall kanë thonë ulemoja, e ka zbrit surën Nahl momentet më kritike që ka qenë pejgamberi sallam. Ka qenë ka periudha e fundit mekase. Për arsye këtë surja ka zbrit Mekë, 3 ajete kanë zbrit Medine. Allahu azza wa jall e ka zbrit këtë surën në farforme si lloj ngushëllimi ndaj pejgamberit sallam. Se i dërguar Allahut në farforme jo u dëshpëru, po ju mbyllën, ju kanalizun në rrugët e davetit. Ushtu tortura ndaj muslimanëve, islamit, ndaj pejgamberit sallam. Andaj dërguar Allahut u ngushtu dhe u ndi keq se pse idhujtarët s'pe pranojnë islamin. Ka ardhur keq përkundër zullumit që ja kanë bërë. Allahu pra ka fillu këtë surën Isra ma surës Nahl këtë formë, aleikum salam i tregu pejgamberit që Allahu është me devotshmit. Aja i devotshëm në kohë krize dihet që Zoti është me ty. Në kohë hallakameve Allahu është me ty. Në kohë kur armiqtë thurin kurtha, Allahu i din ato kurtha. Ai u aprish aty në. Gjithashtu ka thonë ulemoja, sura Nahl e ka një lidhshmëri tjetër me surën Ar-Rahman. Këtë largë surë Ar-Rahman, pi surës Nahl. Çfarë është ajo lidhshmëri? Është lidhshmëria se në 2 suret në Kur'an Allahu ka cek begati që s'ka cek në asnjë sure tjetër, në surën Nahl dhe surën Ar-Rahman.
Dhe ku dallimi, se të dy surët ka cek shumë begati, ku dallimi piksaj dhe piksaj, dallimi është se surën An-Nahl, Allahu Azza wa Jall e ka përdor metodën e meditimit, e perceptimit gjërave dhe ka folë në mënyrë më të butë. I ka cek begatin përgjithësi 20 kryesore. Që to janë kryesore, tjerët mësoni vetë, kërkoni vetë në Kur'an. Në surën Ar-Rahman ka cek pothuajse të njëjtat begati që ka cek surën Nahl, po kësaj radhe në formë më çortuese. Për shembull, sa herë që ka cek Allahu begatinë e detit, krijimin e detit, krijimin e qejve, tokës, sa herë që ka cek krijimin e bashortës, martesën, Allahu më një herë që në surën Rahman 37 herë është përdorur fjala fa bi ay ala rabbikuma tukadhiban. Çfarë e cilën begati të Allahut jeni të mohu, o ju me kas, o ju idhitar. Ja cek begatin edhe ja të rek vrejqen. Cila është e begati që të mohu? Cila? Që shumë të kemi dhonë, gjeje një që s'po të pëlqen, s'po të konvenon. Gjeje një që nuk është nga Allahu, krejt jo nga Allahu Azza wa Jall. A në cilën begati e të mohu? Pra, metodën e thirrjes e ka përdorur më të butë. Surën Nahl i ka radhit begatit, ndërsa në surën Rahman i ka radhit begatit, po më një herë maze ka përfundu cekin e begatit, ka thonë febjeje ala i rabbikuma tukadhiban. 37 herë është përmend. E cilën begatit të Allahut, Allahile, jeni të mohu, o ju idhitar, o ju mushrikin, o ju me kas. Cilë është e begatit që po mendoni që nuk është nga Allahu Azza wa Jall? Po Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kur fol për surën Nahl, thotë Allahu Azza wa Jall i ka thirr logjikës mendore në surën Nahl në dy forma. Forma e meditimit edhe forma e karakterit, edhe forma e personalitetit. Qysh meditimit? Allahu i ka cek begatit në këtë surë që na të meditojmë. E dyta, kur na meditojmë, karakteri jonë, ndërgjegjja jonë, e pastaj po flas, na bën neve që këto begati mos t'ia dedikojmë diku tjetër. Po kur na Allahu Azza wa Jall, ai që na ka më të mirë, ma shkush, ma shqipshy bjen kjo. Për shembull, një njeri që të ka bëu të mira 20-30 vjet, edhe tash një farfor me rrethonët, dobësia jote, çka po di unë, të ka bëu ty që më uftof për atë njerin. Atë ka bëu të mira 30 vjet. A njeri ta çon vesh një mesazh, as nuk lyp llogari as kur gjojç. Thot tyje. A din sa të mira ti kum dhon, ta prek logjikën. Mundon me logjiku. E thot në fund, a ki ndërgjegje pak? Ti mu kom për një me gabim. Edhe me pas logjik shëndosh, ndërgjegje të pastër çka i thret mendjes tonë dhe i thu për një meve, një maj ndoshta unë gunda i me diçka ka gabu diçka nga i me, po na të lëgjikoj une. Logjikon, më ka bo këtë mirë, më ka zirë pikse i krize, më ka bo ato shumë. Tash, mas logjikimit i thret ndërgjegjes insani. A ka mu në drejt që po sillna kështu me to? A ka mu në drejt që ju ftof për ti? A ka mu në drejt që ju mos më njës ndaj ti? S'kam drejt. Nëse në qështu logjikon drejt ndaj njëri tjetrit, ku s'kish mi pasi dhënim? Ja kishim bo halal njëri tjetrit, e kishim i dash një tjetrit edhe më botë këtime edhe në gjegit krize. Para mendoni qysh ka me qenë raporti jonë me Allahun Azza wa Jall. Dietarë gjithashtu kanë thonë Imam Suyutiu, Zoti Xhelalu ka cek mbi 20 begati, mirësi, dhuntin këtë sure. Ama 6 kryesorët janë ato që njeriu nuk paramendohet me tu patë. E para është begatia e udhëzimit vahyi, që kena me folë për to inshallah. Krejt begati thot Imam Suyutiu rahimahullah, që i ka cek Allahu në vijim, nëse nuk e kupton vlerën e udhëzimit, edhe begatinë e udhëzimit, edhe nuk e ki ato, krejt tjerët bin poshtë. Nëse e ki begatinë e udhëzimit, edhe tjerët asnjë si ki në rend, mundesh me tu patë. Se pa udhëzim nuk ka kuptim jeta. Çish ka thonë pejgamberi, Allahut ja jep pasurinë, ja jep bukurinë, pushtetin edhe të mirit edhe të keqit. Ama imanin, besimin, begatinë e udhëzimit ja vetëm atij që ata. Kaç? Dush me kuptuar që je i zgjedhur nga Allahu Azza wa Jall. Ka dallu Zoti për tjerëve. Andaj begatia e parë është begatia e udhëzimit. Begatia e dytë është begatia e ujit, detit. Njeriu ka mundësi me tu pa ushqim, ka mundësi me tu pa pije tjera, ama pa ujë është e pamundur me tu. O ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy. Allahu ka thonë, na kemi bërë që çdo gjë të gjallëroje me ujë. Toka pa ujë, pa shi është e thatë, është shterpe. Trupi pa ujë është i thatë, ka probleme. Andaj begatia e ujit është e pashmangshme. 3. Begatia e krijimit të kafshëve, shtazve, binëve,
Të gjitha këto mirësi Allahu ja ka bo njeriut që me i shfrytzu. Begatia e vetë krijimit njeriut, begatia qeve, begatia tokës, që Allahu ka bërë përshtatshme tokën që na jetojmë edhe të frymojmë në to, do të shlirshëm edhe pa pas ndonjë problem që mundet me na shkaktu neve dhe të gjëra të pahishme. Gjithashtu, mesela e dytë në këtë ligjrat është arsyet që na kanë sjell apo na kanë shtyr neve që me zgjedh, do thot komentimin tematik të surës An-Nahl. E para prej arsyeve është jer realisht jemi të jetu një kohë që komoditeti edhe luksi është i madh. Është deri në atë formë sa që në të kalumën njerëzit pasanikët më të mëdhenj që njohin vendin tonë nuk e kanë pas komoditetin e fukarasë së sotit. Të mirët na kanë rrethuar në unë vllazni. Begatit na kanë rrethuar në unë. Unë i di që i dini begatit me emra dhe mbi emra. Nëse u ajap nga një fletë të bardhë dhe ju them shkruni disa begatit që i përjetojmë sot, sigurisht se keni me lyp edhe fletën e dytë se ka shumë. Andaj e ku marr këtë sure, që ndoshta edhe surja Rahman e ka pas hak me spjegu, mi ja kujtune vetit si hoq këto begati dhe juve këto begati disa nga kryesorët 20 prej tyre, që janë nga ato që janë të panumërta, që Allahu na jep si mirësi dhe begati. Andaj e ku përzgjedh këtë sure që më ndal pak me meditu, me lexuku, me dëgju dersin, me shku në shtëpi, edhe me qajt, me lot, që kanë kalu vite, periudha kohore, që na nuk e kemi falendruar Allahun për begatin e udhëzimit. Nuk i kemi falendruar Allahun për begatin e ujit. Njerëzit hekin për ujë. Nuk i kemi falendruar Allahun për begatin e ushqimit. Nuk i kemi falendruar Allahun për begatin e martesës. Nuk i kemi falendruar Allahun për begatin e rahatllëkut, qetësisë. Se kur njeriu s'ka rahatllëk psiqik, qetësi psiqike, pasha Zotin e Madh nuk i vjen pasurinë atin. Për të arsye, siç ka thënë pejgamberi sa i cili quhet aminan fi sirbihi, quhet rahat në shtëpinë e vet. Wa indahu quta yawmihi, edhe ka ushqimin çka me hungër, ati te Zoti i shkuar sikur se më opazon këtej dunja dhe çka konta. Na çomi rahat elhamdulillah. Friksohemi që para ndodh diçka. E dyta kemi ushqim me ngrën, nuk kalon dita që nuk i provojmë as pemt, as perimet më të mira që servohen për tregjet të ndryshme në vendin tonë. Ana ke këto begati. Për arsye ku marr këtë ligjat, këtë surë me komentu, që me i kujtu këto begati se i dim, ka nevojë me i bërë refreshtrunit edhe me qenë mirënjohës ndaj Allahut azza wa jall. Në dy, kur na i kujtojmë këto begati, edhe e shohim që Allahu azza wa jall në disa përfundime të këtyre begative ka thonë efe bi ni'metillahi yakfurun. Ka thonë api atë mirat e Zotit jeni ka i mohonja, efe bi ni'metillahi yajhadun. A atë mirat e Allahut po i mohonja. Nësar që i lexojmë këto ajete, thojmë që Zoti s'na është drejtuar neve kështu. Ju ka drejtuar idhujtarëve Mekës. Mirë, ai s'pe njeh ka Zotin, se ka njoft, ka qenë mushrik, edhe se ka falendruar Zotin. Mos vallë, unë edhe ti e kemi këtë cilësi për buzjes mirësive të Zotit, ose mos mirënjohës, mos falënderimit mirësive të Allahut azza wa jall. Ndoshta për buzjes pak pineve bin ndonjëherë. Ama mos falënderimit mirësive të Zotit, ndokot mirësi që i kena na, për janisi për vetës, na më kam bërë rutinë formale, sikur se harami. Nuk e ndin dhembje në zemër se është bërë në mënyrë rutinore. Ndodh çdo ditë një njëjtë haram, Allah na ruaj. Çashtu edhe begatit, na vijnë çdo ditë, pa i kërkuar hiç. Edhe këto begati na bën formë rutinore dhe harrojmë me thonë elhamdulillah. Allahu na nuk e kena lyp oksigjen, se kena lyp ajër, se kena lyp frymare, këtë Allahu na ka dhënë pa parë. Për kur gjë. Vetë ato që ka problem nuk flen natën rahat. Vetë ato që ju kanë mbështjellë meselën në fe. Vetë ato që i ka bu 40 halos u shmartu. Vetë ato që ende s'ka fëmijë. Vetë ata që janë privu për begative, për shëndetit. Sa është vështirë me jetu pa këto gjëra. Andaj qutila al-insanu ma akfara. Thot Zoti, interesant është, që di me insanin sa buk për mysës është. Sa mos mirënjohës është insani, i vraft,
u vrafti insani, i mallkum qofti insani. Arabët kur e kanë përdorur fjalën qutile, ai nuk është vrapur me, po problemi është ma lehti shkon me vrasë sa ai me qenë kështu. Allo ç'a skeç? Anoni kush po shprehet kështu për neve? Allahu që na ka kriju. Ai që na jep neve të mira, mirësitë pa numër. Ai që nuk na ka kufizuar dhe nuk i ka lidh mirat tona që po na jep ai, mirësitë dhe begatit, neve nuk na ka kulzuar me diçka. Vesh ka thonë thuaj elhamdulillah. Edhe këto mirësi që po t'i jap çoj aty ku Allahu është razi dhe është i kënaqur subhanahu wa taala. Andaj për shkak se na ka mbuluar të mirat, edhe mosmirënjohja na ka bënë neve, do thotë të egër, ne ku zgjedh këtë sura që t'i zbusmi pa këto ndjenja, këto zemra, aty kujtojmë mirësitë e Allahut dhe të jemi më mirënjohës. E treta të nua vëllazër, njeriu në përgjithësi, që ka thonë Zoti, inna l-insana khuliqa halua, idha massahu ash-sharru jazua wa idha massahu al-khayru manua. Allahu ka thonë në surën Ma'arij që njeriu në përgjithësi u kriju njeri, do thotë me qenë i shpejt, i ngutshëm, ngutët s'ka sabër. Kur Allahu i jep mira, i çon krah, krekos, çohet pesh, kur Allahu e sprovon, çohet pesh për të keq. Andaj, përderisa neve na ndodh që jemi mosmirënjohës, edhe këto mirësi që Allahu po na jep këto nemete ta ndijmë vetëm më të mirë se të tjerat, edhe kjo ndirje i qenë pa dy gjëra. E para është me një mallsinë edhe kooperacinë. Interesant njerëzve që Allahu u aqel derën e mirësisë, shumë pyetymve. Zoti xhelalu ala e ka sprovu insanin që me qenën ose me një madh ose kooperaci tepër. Rrallë është me gjetë pasanik, apo atë që ka të mira e që nuk ka kaplu me një mallësie. Rrallë është me gjetë atë që është pasanik dhe ju kanë qelë dyrt e mirësisë edhe mos me qenë kooperac. Pak për aty me kanë me qenë që kanë me qenë mirënjohës edhe modest që ka qenë Abu Bekri edhe sahabët e tjerë. Për arsye Allahu tha wa qalilun min ibadi ash-shakur. Sa pak për rovet me din me qenë mirënjohës, kur Allahu azza wa jall i begaton me mirësi dhe me begati. E radhës që më ka shti me trajtu këtë sure është se kjo sure na tregon që jeta ka me pas sprova, ka me pas peripetit të ndryshme, ka me pas mosmirënjohje për njerëzve, ka me pas të këqija. Njerëzve që ju ke bo mirë kanë me ta kthy me të keq. Njerëzve që u ka dosht mirën kanë me të bo keq. Që ata që ke menu që i ke vllazën, ata të bojnë kurtha. Dhe kjo është provë. Mirë pa Allahu e ka cekë këtë sure dhe e ka pru si lloj ngushëllimi për pejgamberin edhe për neve. Nëse jemi për mirëve. Pse? Allahu ka treguar që fundi u takon atyre që kanë bo mirë. Edhe nëse njerëzit ta kanë keq interpretuar të mirën që e ke bu. Edhe njerëzit ta kanë kthy me të keq. Ju tregu mosmirënjohës, nuk të kanë thonë faleminderit, Allahu prapë thotë mos u dorëzo. I ka tregu pejgamberin që nuk bën më të ngushtu gjuksi. Anit kanë bërë kurtha, e ki Zotin me vetë. Ku shkojsh? Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina muhsinun. Ku shkojsh Allahu është nëse je devotshëm me ty, edhe nëse je bamirës është Allahu azza wa jall me ty. Gjithashtu Allahu azza wa jall në këtë sure e ku marrë këtë sure për të treguar se sot mediat na servojnë gjëra të këqija. Lloj-lloj sëmundje kanë në popullin tonë që s'kanë ekzistuar marrët. Homoseksualiteti ka ardhur thot për sesione shprapë të mëdha për hapet sida dhe smundje të tjera. Pse për hapun këtë smuja? Se ju shkel harame. Dhe shkelja harameve e sjell thojza në falloj komoditeti që mos me e kërku halale. Shumica e trive tonë dhe treja tona që hezitojnë me u martu sot është rahat jon. Nuk du komand. Du më kon e vedishme. Du më kon vetë. S'du me u sundu prej gjikujt. S'du mu trajtu si rob. Këtë jo në kurthët e armishve të islamit. E ku marrë këtë sure me trajtu se Allahu e cek begatin e martesës. Në këtë sure, begatin me pas fëmijë. Që sot njerëzit luftojnë kundër kësaj begatije. Sot njerëzit kanë qef mos mi pa të rritan të martum dhe të martume, që ti keq përdorin ndjenjat e tyre, e keq përdorin moralin e tyre, ta shturin shoshnin. Ana dim që pi gjunahve që Allahu jep leje mu shkatru toka është procesioni. Anaj
e kanë pru deri këtë gradë të shoqërinë islame që ku ti përmendet një trijës dhe një trejes martesa me u tërqeth. I japin përparësi çdo gjë, mirë po e luftoj martesën. Ana dim që kur ka folë pejgamberi sa po lumturinë reale ka thonë mjeti i rahatshëm, gruaja e devotshme, edhe vendbanimi i gjerë, ndërsa kur ka folë për të kundërtën, ai që s'ka mjet rahatshëm, shtëpi jo të rahatshme, edhe kur e ka një gruë të keqe, Allah i na ruaj. Gjithashtu prej çështjeve që më ka shtimë uzell është se mirënjohja është pi shkaqeve që Allah i na ruan këto të mira dhe na shton, ndërsa përbuzja është e kundërta e asaj, na dënon Zoti edhe na merr këto të mira. Përpara se kina pas këto të mira. Dhe njerëzit që i përbuzin këto të mira, po shkojnë me punu në Evropë, në Gjermani, në Austri, për një jetë të ardhmë më të mirë. Mirë. Për çfarë të ardhmë jetë të fol? Mu të bo djali peder, mu të bo vajza lesbejk, me të përzon djali për shpijes, me të më vëzojnë vajza për shpijes, mës me dit ku e ki djali, ku e ki vajzën, po ja që e ka sigurimi shëndetësor pensional, a që rroga e mirë, sigurimi më i mirë. S'ka sigurim real. Sigurimi më i mirë është sigurimi Allahu Azza wa Jall. Ajo që na ruan neve, andaj për shkak interesave personale dhe çështja është materializuar ekstremisht, në kohën tonë njerëzit i kanë përzi konceptet dhe i kanë përzi vlerat. Vlerat i kanë bu antivlera, ndërsa antivlerat i kanë bu vlera, Allah na ruaj. Dhe kur përzihen konceptet, krijohet kaos i madh në familje. S'dihet kush është baba, kush është nana, s'dihet kush është udhëheci i familjes. Se interesi është e dinare dirhemi. E vladi nuk e do prindin e vet, për shkak se s'ka parë. Edhe e kundërta e don për shkak se e ka një penzi të mirë, Allah na ruaj. Gjithashtu prej çështjeve që më ka shti është se duhet me ju kthyna mjekimit bio. Duhet me ju kthy mjekimit real. Allahu e ka përmend në insekt vogël bletën në këtë sure. Dhe për shkak përmendjes së saj dhe vlerës e ka shujt do thot surën Nahl, surja e bletës. Pse? Për shkak se mjalti është begati e madhe dhe duhet ta përdorim mjaltin për shumicën e smundjeve që na kaplojnë neve, të barkut, lukthit, fytët edhe kështu me radhë. E ku marrë këtë sure të ndërua vëzër, për shkak se Allah e përmend një insekt vogël në këtë sure. Tham, maharet bleta. Mirë, me peshu bletën i ka disa gram caktum. Çka po du me thonë me këto? Po du me thonë që Allah nuk i këshyr trupat tonë, gjokësat tonë, as muskujt tonë. Allah e këshyr punën tonë. Kur ka kalu Abdullah ibn Mesudi mesin e shokëve pejgamberit, kanë kesh njerëz, i ka pas kom si shtaga. Kanë thonë pejgamberi, bime të hakun. E pse po keshni? Ka thonë po Abdullah ibn Mesudi që po ec. Me kom si shtaga. Pa pasha Allah këtu dy kom përshoj më shumë se kodra vot. Për të arsye ka në hadith vërtet që ka transmetuar Abdullah ibn Mesudi, ka marrë një njeri në gjykimin. I madh sa kodra votit më por nuk do të peshojë hiç. Pse? S'ka vlerë. Ka marrë një njeri shumë i vogël, po ka më për shumë më se kodra votit. Për shka? Për shkak vlerës së tij. Andaj në Islam nuk matesh me sa kilogram i ke, sa muskuj i ke, si dukesh. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allahu Azza wa Jall nuk shikon në pamjet e juaja, as fuqinë e juaj trupore, por Allahu shikon në zemrat e juaja edhe në veprat e juaja. Allahu shikon çfarë zemër e ke. Allahu shikon çfarë vepri je tu bë, e jo se çfarë muskuj ke edhe si po dukesh, do thotë ti. Gjithashtu prej çështjeve është Allahu Azza wa Jall tregon gjithashtu rëndësinë dhe nevojën për udhëzim. Na vazhdimisht të ndrua vëllezër kena nevojë Allahu me na udhëzu. Për të arsye Zoti e ka bërë farz obligim në surën në namaz me lexu mas pakti, namaz e farz e 7 me surën Al-Fatiha. Surja e udhëzimit. Edhe çdo herë tu lexuna namaz surën Al-Fatiha shkoj thojmë ihdina as-siratal mustaqim. O Allah, na udhëzon në rrugën e drejtë. Siratal ladhina an'amta alehim. Në rrugën atyre që i ke begatuar me të mira, ghayril maghdubi alehim wal dallin, jo në të atyre që je i udhëruar me ta, edhe ata që i ke caktuar për devijim. Hajnë Allahu ta ka bërë obligim çdo herë me bërë këtë dua, këtë lutje. Dhe normalisht vazhdimisht ka bërë dua pejgamberi që Allahu më jarrut udhëzimin, më jashtu udhëzimin. Andaj nëse ai ka qenë i nevojshëm me bëj një gjë të tillë, atëherë anajna mos e nevojshëm.
E fundi që lidhet me këtë paraprake, në këtë dunja çdo gjë ka kosto të ndërua vëzër. E ka në çmim vetën, 1 milion euro, 2 milion euro, 5 milion euro, sa dush të toka, kerri, shtëpia, banesa. Njerëzit luftojnë. Përpara me blen një banesë 20.000, 8.000, 30.000 euro bu kiamet, shtëpia blen 70.000 dhe pas parasia. Se ka hyrë vlera. Vlera e udhëzimit e ka koston që nuk shkruhet me laps. Begatia e udhëzimit nuk blehet me laps, as me shifër. Në kohën tonë kosto e kësaj veç Allahu azza wa jalla din sa. Bile nuk blehet. Për të arsye, çka do të ndodh jetë, dëshpërohesh, ndoshta jetë martësore, biznes, të ofrohen lloj-lloj kosto çmime të ndryshme. Kur mos shkoj menja me ulahat nga kjo fe, edhe kur mos shkoj menja me ndru koston e udhëzimit, pasimit Kur'anit dhe Sunetit. Se kjo kosto ka vlerë të madhe. E kur e kupton njeriu momentin kur vdes, momentin kur del nga kjo botë, momentin kur e shef me laçin e vdekjes, edhe momentin kur del para Allahut azza e kupton se sa pas ka pas vlerë ky Islam. Për të arsye Allahu thotë: "O ju që keni besuar, ittaqullaha haqqa tuqatih." Tutuni Allahut me një frikë si ka hije me ju tut Zotit, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dhe asnjëherë kur mos mendoni me vdek ndryshe posa duke qenë musliman. Se ai i cili vdes me iman, shkruan në hadith kutsi, që Allahu ka thonë edhe nëse vjen me gjuna sa qejt dhe toka, edhe nëse vjen me gjuna të shumta, ama më takon mu pa mbo shirk, kjo ardhi pastër nga idhujtaria, i fali ato gjuna dhe të thotë nuk e mendoj fare këtë punë. Në kjo Zoti jon, që na ka tregu se çka ka vlerë dhe çka nuk ka vlerë. Na ka tregu se çka duhet i kushtojmë rëndësi edhe çka nuk duhet të bërëngosemi pak ose fare. Por me fol për begatinë e udhëzimit, kisha pas qef mia kushtu në ligjat të tërë, edhe me fol ma gjëra gjatë, me tregu se çka është vlera e udhëzimit, me tregu për parësitë të qenit i udhëzuar, me tregu se çka do thot me qenë i udhëzuar, edhe me tregu se sa e nevojshme edhe domosdoshme në këtë kohë është me kuptu drejt çka do thot me qenë i udhëzuar, edhe me tregu disa elemente, të cilat elemente ose na humbin udhëzimin, e priqin atë, ose na zbehin udhëzimin edhe mbetet udhëzimi jon vetëm formal i jashtëm e jo udhëzimi i brendshëm që e kërkon Allahu azza wa jall. Elusa Allahun na mësoj me i kuptu drejt këto gjëra, na mësoj me kuptu vlerën dhe begatinë e Islamit, begatinë e udhëzimit. Elu Zotin e Madh që Allahu ta bëj Kur'anin pranverë të zemrave tona, të lidhim këto zemra me Kur'an, të ushqejmë këto zemra me udhëzimet e Kur'anit famlar. Elu Zotin e Madh që Allahu të zbret të rahmet dhe mëshirë mbi neve, na ruaj dhe të na shtoj udhëzimin, të ruaj nga devijimi dhe të na mësoj me vdek faqebar me iman besim. Zoti ju shpëlbeft, walhamdulillahi rabbil alamin.